Kalojmë tek receta tjetër, do doja që sa të bëhesh e gati të ngrohesh pak vaj, regjia na ndihmon me recetën e kungujve me kos, edhe kjo një lehtë si recetë, është për gjithë familjen, e bëjmë zakonisht darkave ose drekave ku shoqërojmë recetat të tjera. Kunguj me salcë të bardhë, 3 kunguj të njom, 600 ml kos, 3 vezë, 3 lugë gjelle miell, 3 lugë gjelle vaj, 1 lugë gjelle gjalp, ar muskat dhe pak krip. Përgatitemi, shtojmë pak vaj. Si që nga këputur. Atëherë, një sekund. Vaj atë aty. E ke atë, mirë. Kam të që kam përdorur, që mos rinë të... është njësoj. Kungujt jeshil i kemi prerë në rrath, pa dyshim, për... Shtoj. Vaj dhe gjalp. Vaj dhe gjalp. Derisa të ngrohet pakës vaj. Kam kungujt, gjë që shoj që dy pas kam prera më trash. Që në kanë gjitur, apo janë të trasha? Jo, janë të trasha. Besa duket, këto unë i kam prerë në shpejtësi. Si që kam. Ma ha pak mielin e grurit të lutem. Ja. Duhet i pudrosim pak, apo jo? Po. Ja. Më duhet ajo, sepse do shef sërish një miell. Ju thithim pak lagështirën, po edhe krijojmë një shtresë të hollë fare, kur i skuqim. Kungujve tanë, kemi ngrohur vaj, kemi shkryq gjalpin. Nuk dua që të tres gjalpin dhe të më digjet. Gjalpi dhe vaj ndihmojnë në mosdjegjen e yndyrës, pra. Ja. Super. I lëm të skuqen, ndërkohë që ne përgatitim salcën. Pra, nuk më duhet dhe ajo skuqje, po më duhet thjesht të zbutet. Të zbutet, Largoj ta ljerën direkt. Tani do të tregojmë produktet e salcës së bardhë. Pra, ka mielin, vezët që super, i trazojmë. Vash. Do t'i trazoj me pakës vaj ulliri. Pak krip. Largoj piperin, nuk më duhet. Lëvoshkat e vezve asnjëherë mos i hidhni. Nëse unë do kem kohë do bëj diçka në të kundërt, te lulet. E qep nesër, pse ta? Nesër, pse ti humbim edhe brenda të vogla. Ja, këtë cipa, për të cilën të kam folur gjithmonë, shife. Se lëvoshkat e kuqe kanë më shumë këtë cipën të trash, pjesën e brendshme që ka acid hyaluronik bio. Mund t'i mbledhim këto cipat e lëvoshkave, se ne gatuajmë shpesher me vezë, mund t'i mbledhim këto cipat e brendshme këtu membranën, mund t'i thajmë, mund të bëhet një pluhur, dhe më pas atë pluhur, pasi e kemi përzirë me kremin ton, e ushqejmë shumë mirë fytyrën. Po, ne përshënderisa të më bëhen edhe kungujt, kemi thënë që me lëvoshkat e vezë, unë do them vetëm ato çfarë kam bërë, çfarë do bëj nuk them. Patjetër, i marrim i kalojmë në blender dhe është për lulet që tha Androniki patjetër po, për pastrimin. Si më thirë ti, Androniki. Nga ndonjëherë më vjen të them, sepse
A i diti që ke një emër shumë madhështor, Androniki? Niki, po. Nikin e themi shkurt. Po ta dish kuptimin e vërtet. Unë e di. Aso janë që këtyre. Pra si një grua e fuqishme që Androniki është, Androniki ka fituar betejën e vetë mbi burrat. Po. Kështu thot emri, se unë atëre është një soj si puna e Laskarina Bubulinës. E tillë. Ashtu. Po. Pra luhet kjo Laskarina Bubulina është e jona apo është e për temën? E themi që është e jona. Androniki është e jona. Me këtë zë që kam sot Flas unë për ty. Flas unë sot për të tyja. Me u zbutën kungujt. Atër kungujt u zbutën, unë me një përullje, për ju dhe për të gjithë ju, marë një pjatë, largoj kungujt. Tham vetëm do t'i zbutim, këto janë kungulleshka që janë të njoma. Edhe holl t'i presim, konsumojmë dhe pa i gatuar. Unë kam marë kungullin jeshil, si që shikoni. Ja, opat. Lë këtu, ndyrën, prandaj kam marë këtë garuzhden me vrim, me vrima. Okej, dhe... Kjo era e gjalpit, era me e mire e gjalpit është kur bashkohet me mjellin. Po, aty bje në pa. Marë mjellin. Trasojmë. Ma afër këtu. Kap edhe këtë gotën e kosit. Të bëta vasha-vash, se më duhet që të... Kemi rravë vezët, kemi kos, E lë pak sa tani, sepse... Po, nuk do të shtoj edhe kosin. Ju e dini shumë shumë mirë. Moment le ta fiksojnë anvisat. Ne kemi thënë për shumë mullë, thonim më parë që kosi konsumohet në darkë. Në kosi mirë, konsumohet në mëngjes. Po, në mëngjes. Me mëngjes, me fara, me sa fruta të thata, me fara. Ju kam thënë shumë mirë me kia. Pastaj biles Niki, ku je, më vonë, më bëj pak kos, pak fara, edhe bëjnë shumë mirë. Pak fare mjak, me që ka sheqeri natural, edhe Albana Ciceron akoma të më shumë. Është mëngjes për të gjithë. Për sistemin e tretjes, për të mbarë energjinë e dur, për të ushqyer shëndetshëm, farat gjithmonë janë super ushqime. Tani, salca... Shiko, kur ka yndyrën e duhur, sepse kjo më duhet mua, nuk duhet që mielli të kokrizohet dhe të jetë i thatë. Po. Do të shtoj arën e moskatit që unë kam këtu, ose ndryshe arën myshk. Ja. Super. Arën myshkun. Do të shtoj kripën e duhur. Me të përfunduar. Shikoj, shtoj tani. Super. Mbi këtë salcë, brenda kësaj salce do të vendosim kungulleshkat. Shtoj dhe pakës ujë. Derisa të fluskoj, apo jo? Edhe enën e lajmë. Fal. Tani, kungujt. Sa të bashkojnë shijet, ne... Okej, leti kalojmë tani te... Një lugë kam lënë andeja të marrë lugën. I servirim. Jemi gati për t'i serviru receta, do t'i gjeni në kanalin tonë në YouTube, në Reze Dielli. Vazhdojmë me
serviljen. Kjo pjata? Ok, mirë, teo pjata se kungujt ishin. I kam zgjedhur të tilla që Pra, kos, vezë dhe përbërësit miell. të jenë të njëjtë. Po, Ja këtu, e kalojmë këtu. super. Pak krip, pak armoskat dhe janë gati. Janë të dyja Shumë të gatimet mira që janë të konsumohen të ngrohta, të dyja gatimet. Po e vërtet. Po të duam ne pak ose fare yndyrë gjallë, unë shtova vaj ulliri, edhe Dhe të lumshin duart. Mos harroni të klikoni Faleminderit. në YouTube-in ton Reze Dielli. Të falenderoj, shihni Faleminderit. nesër, ka publicitet, shkëputemi për reklamat.